Ka kaluar fix që muaj që kur jam kthyer nga Korea, kështu që do shkojmë të blejmë snacks azjatik. Alesa si gjithmonë është tek Bao Bao. Shohim çka kanë sjellë kësaj radhe. Nga gjërat që un pash te Instagrami që kishin hedhur ishin këto lejset në Spanish ham. Është përshtatshme me çfarë do lloj shije, sidomos shqiptarëve. Besoj se do marr produkte nga çfarë do lloj kategorie. Ka noodlesat që ndodhen këtu, un dua të provoj në fakt diçka që s'e kam provuar më përpara. Ato që ishin me Naruto, ishin me spicy beef flavor me mishviçi, kështu që do provoj një herë këto të shikoj si janë. Nuk kam bërë ende një outfit check, por shihoni pasqyrën se si dukemi tek Convenience Store. Am që jam te sektori i ëmbëlsirave, po mendoja të mirë ndonjë nga këto. Janë ket, po janë kaq cute. Këto do ja marr mbesës Ymerit, ajo vdes për mace, gjithashtu për gummies. Doja të marr këto Edon, janë fiksi poki, ato pepero që themun koreane, janë me pistachio, këto janë dhe me Oreo. Nuk e di, hajtë se po i marr të dyja. Ndërkohë që për gummies për vete po marr këto që janë me lik, të marr 2 pako se që janë vogla, ose hajtë se po i marr 3. Të gjitha këto brenda në kosh. Ishin futur onigirit, kështu që ato isha the most excited one to get. Petur vetëm një të frigoriferi. This is my last one. Do të merja 2, po hajt. Po marr një që ta provoj. Për pije do shkoj tek zona këtu. Unë do marr këtë që është japoneze me ananas. Kjo është se si duket dhe shporta jon yje, kështu që shkojmë te check-outi.